Nuk e spagu dhe që, po spagu nuk është qenër të vetë në hasi drogën apo parane pisët në përshpijat e politikanëve. Apo të di se ku dhe të hedhe falë, se ku e ka fut njërin që, po të ashi do duhet pra të ketë, pra është një mekanizm shumë i delikuar. Dhe kjo është gjithë situata sot, në transferimit gjithë problemit, të gjithë ambientit toksik të kontaminuar që ka prodhuar politika, do të transferoj këtë drejtësia. Pra, e theksoj që nuk është drejtësia më e mirë, absolutisht në nivelet maksimale, por është shumë herë më mirë se sa dy pushtetet e tjera të cilën në aktivitetin e përditshëm. Dhe po të shikosh sot tani, problemi është se përpara pak vitesh, Alba, ti je shumë arisa mu dhe Rezarti di fort mirë, përpara pak vitesh, edhe shumë vitesh më para, nuk merrni një për drejtësi. Për drejtësi dikush merre vetëm një moment kur ndodhen një ngjarje e madhe, merresh me prokurorin e përgjithshëm, merresh me kryetarin e gjykatës, po për sistemin sepse sistemi nuk i prete politikën. Se politika e kishte nënsundur drejtësinë dhe e komandon të politika, qoftë emërimin e gjyqtarëve, gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese, që kishe politika, apo të prokurorit përgjithshëm, apo të transferimit gjyqtarëve, apo të emërimit të prokurorëve, apo të këshillit lartë drejtësisë ishte presidenti i Republikës i përgjithshëm një force politike, apo zëvendës kryetari i këshillit lartë drejtësisë i zgjidhej nga njerëz që ishin shumë politika. Pra ishte sistemi i tillë, në një format të tillë, të cilët politika e zotronte dhe kontrollonte sistemin e drejtësisë. Sot që arriti momenti, që ka ardhur një moment tani që drejtësia nuk është se ka fituar pavarësinë e plotë, se puni një shteti që sa fiton pavarësinë, do vitet ngrejnë në institucionet, do të funksionojë një shtet i pavarur në nivelin maksimal. Dhe drejtësia është në rrugën e mbarë, pavarësisht të gjithë tentativat, dhe shpresoj dhe uroj që mos ndodhi që përsëri politika, jo vetëm shkopin në rrota, po mos ketë mos ketë një model tjetër për ta penguar apo për ta bërë drejtësinë përsëri ta vënë në një farë varësie. Mendoj që nuk mund ndodhi, sepse duke pas parasysh shpresa e vetme e shqiptarëve është duam mos duam ne, janë dërkombëtare. Janë ato të cilët në orën e fundit apo në minutën e fundit veprojnë dhe të cilët i trysnojnë politikanët, të cilët do duhet të marrin vendime të cilët mendoj që është më i mirë i mundshëm për shqiptarët, për Shqipërinë, në një kohë që ti jetë drejt rrugës së pasimit evropian. Rres një detaj të fundit për çështjen e Veliajt, sa i takon, mund të themi, asaj që tha për zgjedhjet Bashkinë e Tiranës. Lakoi tre emrat që janë kandidat: Ogertën, Florin dhe zotin Qorri. Po bëj betejë një për mua, po edhe për ata në bie. Kjo është shumë e bukur, është zoti Veliaj që bën një betejë për gjithë kryetarët e bashkive. Gjop. Nëse do të kishim një analizë të tinit 62 dhe logjikës së shkarkimit të kryetarëve të zgjedhur vendor, logjika është një ruajtje kushtetuese, në kushtetuta e ruan të zgjedhurin vendor, nga abuzimi politik që mund të ketë nga një subjekt i ndryshëm politik, nga një revançe politik që ka përgjithsisht kundërshtari politikit ti. Rasti zotit Veliaj është rasti klasik kur ty të heq partia jote. Në rastin e zotit Veliaj, kjo mbrojtja kushtetuese nuk bën sens, se mbrojtja kushtetuese është që ty mos të heqë në mënyrë abuzive një parti tjetër që ka për qëllim të zëvendësoj ty. Në rastin e Veliaj është rasti kur ty të ka heq partia jote, kështu që kjo pretendimi që ngre zotit Veliaj është një nga këto format e politikbërjes që ka shumë për qef zotit Veliaj, që i trajton gjithë sikur i ka koleg, i trajton gjithë sikur ka një marrëdhënie shumë të ngushtë dhe luan të rolin e interesit përgjithshëm të gjithë njerëzve. Qofse kishte zoti Veliaj një mënyrë për të ruajtur interesin qytetarëve të Tiranës të parin, qytetarët të Tiranës, dhe të Partisë Socialiste të dytin, do ishte që Doreqa. Doreqa, zotëri dashur, kishte çliruar, nuk do kishin fare në të ngërçin kur kryeministri do detyrohej ta shkarkonte zotin Veliaj, dhe pastaj do të krijonte edhe të precedentin ku mund të shkarkonte edhe Ogertën, Florin apo Arlindin. Kështu që nëse kishte këtë interesin, ti zotëri dashur, që në fillim fare jepje Doreqen, çliroje Bashkinë e Tiranës nga ngërçin cilin e fute për më shumë se 9 muaj, e kishte çuar Bashkinë e Tiranës në zgjedhje në kohën e duhur dhe brenda gjitha fateve. Gjyqtarët e Tiranës do kishin një kryetar bashkie të zgjedhur dhe një të komanduar që e komanduar po prap ti nën hyjmin e kryeministrit, dhe kjo shpreha kjo është politika false që hajde të bëjmë tash sikur kemi një moral shumë të madh. Moralin tregojnë fillim fare. Ton jep Doreqi zotëri dashur dhe thuaj po, un jam kryetari i Bashkisë Tiranës dhe për hir të qytetarëve të Tiranës, që këta qytetarë të vazhdojnë të kenë një kryetar që ushtron funksionin në mënyrë të plotë, jap dorëheqjen dhe vazhdoj betejën time ligjore me spakun gjyqëson
kush tjetë pastaj më mbrapa. I qartë. Po nuk fshihesh do të po e bëjmë këtë betejën të gjykatë kushtetuese, sepse po dua të mbroj Ogertën, Florin edhe Arlidin. Kjo është tallje në nivelin më barbarshëm. Rez, sa i takon, mund të themi, ngjarjeve paralele që po ndodhin në skenën politike, po shohim që kemi dhe një lloj dakordësie nga ana e opozitës për një artikulim që ka patur zoti Rama në Asamblenë e Përgjithshme të Partisë Socialiste, ku tha që nga 140 deputet, numri i deputetëve në kuvend mendojmë të zbresin në 101. Një dakordësie e opozitës. Çfarë do të thotë nëse do të shkojmë edhe në skenarin e një senati dhe një dhome më vonë? Nuk është dakordësi opozitës. Po të kthehemi një sekondë mbrapa dhe të shikojmë në konferencën e zotit Berisha, tha unë jam dakord. Unë, Sali Berisha, jam dakord me idenë e Edi Ramës për të zvogëluar parlamentin me qëllim që të shkojmë. Pa e fletë edhe në emër të opozitës, është numri 1. Në atë stagër del. Sali Berisha nuk thot asnjë fjalë të gabuar në asnjë rast. Gjithmonë kur thot një fjalë ka gjithmonë një qëllim tjetër. Alba, nëse do të kthehemi 17 vjet më mbrapa, në vitin 2008, kishim një situatë të tillë. Zoti Berisha kishte një problem me drejtsinë për shkak të ngjarjeve të Gërdecit. Zoti Rama kishte një problem me partinë sepse nuk arrinte ta kontrollonte partinë politike për shkak se sapo ishte zgjedhur kryetari i saj dhe ende Partia Socialiste ruante demokracinë e brendshme që e karakterizonte nga koha e Fatos Nanos. Dhe në 2008 këta dy zotëri u ulën bashkë dhe bën një pakt. Dhe pakti ishte ndryshimet kushtetuese që prodhuan nga njëra anë një kryeministër që nuk cënohej dot, nuk ishte pamundur shkarkojë kryeministri, pavarësisht gjithçka që mund ndodhte kryeministri do të mbetej në detyrë. Dhe nga krau tjetër krijohej një kryetar partie fuqiplot i cili prodhonte listat e kandidatëve për deputet e përpasoj vinte nën kontroll parti. Në vitin 2025, në 17 vjet diferencë nga viti 2008, jemi në të njëjtat kushte, po me role të ndryshuar. Sot Edi Rama ka një problem me drejtsinë dhe i ka rënë i gjithë gardi para vetes të drejtësia, në të një vetmi që ka mbetur tash për të shkuar në SPAK është zoti Rama, dhe zoti Berisha ka humbur kontrollin e partisë, nuk ka më ç'të ofrojë gjithë atyre që vazhdojnë dhe të militojnë Partinë Demokratike. Dhe bëhemi gati për paktin e radhës për ndryshime kushtetuese, në cilin zoti Berisha faktorizohet dhe merr një diçka që mund t'u jap të besuarve tim PD, cilët duhen vazhdojnë akoma shtrëngojnë radhët, ndërsa zoti Rama zgjidh një problem që ka me drejtsinë. Keni parasysh një gjë. Në ky pakti i mundshëm, që unë mendoj që është gjë e kryer tashmë do të jetë vetëm çështje formale se kur do të fillojnë ta vënë në jetë, ka dy parashikime. E para punës do shkohet një presidenti sepse krijimi një dhome të dytë në Parlamentin Shqiptar, Senati, do të kërkonte një president me kompetenca krejt ndryshe në këto që kemi. Dhe është një ide e kahershme që të shkohet një presidenti që zgjidhet nga populli. Dhe vetëm një president që mund të zgjidhet nga populli në një marrëveshje Rama-Berisha është Rama.